për ty femër që për shumë kohë fshinje dhimbjen brenda teje dhe e kishe bërë atë gurë të fortë në zemrën tënde. Kishe ngrirë zemrën, emocionet e tua, sepse dhimbjen tënde nuk ishte kush ta merrte. Dhe atë dhimbje erdhi ora ta kthesh në forcë. Sepse ti je krijuese, je pjellore, je krijimi, je jeta dhe je bekimi dhe jo mallkimi. Sot jam përfaqësuese e grave shqiptare me gratë këtu nga gjithë Greqia, me terapistët këtu në Greqi dhe punojmë me gjininë femërore dhe maskullore. Problemet që nga krijimi i gjinisë femërore dhe maskullore dhe ndërmjet terapive të sistemit përfaqësik transformues po sjellin një energji në lirim, të dalin lotët, ato përgjegjësitë që nuk merrin meshkujt, për dhe ata kishin çdo gjë të thënë ndryshe. Dhe zgjidhja është hapja e zemrës. Ju falenderoj dhe ju përshëndes nga ky vend i bukur. Mund të shijoni, jam në një ishull këtu në Greqi, që po ka dhe det që janë ndjenjat tona, po dhe malet e forta të bukur që tregojnë forcë. Akoma dhe natyra na ndihmon që ne të lirojmë. Zgjodhëm këtë vend të përshtatshëm për të bërë lirimin e këtyre ndjenjave dhe për të sjellë harmoninë ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore brenda nesh. Dhe ajo është dhe jashtë nesh. Për të dyja gjinitë.